Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të biseduar dhe për të ndarë me ju një dinamik që në fakt ka nisur natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Lufta mes Ilir Vrenozit edhe Stenaldos, por dhe të gjithë banorëve të tjerë. Në fakt, unë e kuptoj deri diku Stenaldon, por nuk e kuptoj mënyrën se si qaset me banorët e tjerë. Tani, lufta mes ti ishte mes Brikenës dhe Stenaldos, në fakt më e madhe. Ku Brikena u prek nga një fjalë që Ilir Vrenozi e tha gjatë kohës kur Stenaldo do thënë banorët po ftollonin petat, po zgjeronin, po hapnin petat. Dhe në momentin që po hapnin petat, Iliri tha që e keni bërë këto petat si qori me një sy. Më pas Brikena u prek jashtëzakonisht shumë, pikërisht njerë u prek për Stenaldon, por u prek edhe për një familjarin e saj, sepse tha kam kaluar këtë histori të ngjajshme në jetën time. Dhe e di se sa e rëndësishme është dhe e di se çfarë mund të ndjejë një person që merr ofendime të këtilla. Pasi nisën dinamikat në shtëpi për mënyrën se si Iliri ishte shprehur, Stenaldo filloi që të sillet ashpër, duke u thënë banorëve që unë këtu nuk kam ardhur për mëshirë, unë këtu nuk kam ardhur për luftë, unë këtu kam ardhur të tregoj veten time, nuk ka nevojë të më shikoni si gjynaqar, sepse unë kam shumë vlera, unë jam i Zoti, unë dua t'ju vej të gjithë juve përpara dhe dua t'ju nxjerr nga shtëpia, unë dua ta fitoj këtë format. Në fakt, kjo ishte qëndrimi i Stenaldos duke përdor edhe fjalë fyese kundër drejt banorëve. Banorët në fakt që të gjithë heshtën, nuk është se mund të them që është era e parë në një Big Brother që banorët heshtin, nuk është se ka patur ndonjë fjalë apo ndonjë kthim kundër se çfarë fliste Stenaldo. Dhe Stenaldo ka hyrë i vetëm dhe dëshiron që të tregon krejtësisht vlerat e tij, dëshiron të tregon njeriu e tij, dëshiron të tregon lojën e tij, dëshiron të tregon dinamikën e tij. Dhe siç duket, këto lloj afrimitete që në fakt i jepen Stenaldos brenda shtëpisë së Big Brotherit e bëjnë atë që në fakt ai të jetë i lënduar në një farë mënyre, apo të jetë i thyer. Ai dëshiron që të luan lojën e vet. Tani Stenaldo ka hyrë me forcën e fenomenit. Unë shpeshherë kam bërë pyetje nëse është shndruar në fenomen apo jo, por gjithsesi edhe Ilirit brenda i tha që unë dua të luaj vetëm sepse ju tha nuk e dini ta vlerën time dhe nuk e dini se çfarë unë mundem të bëj. Domethënë Stenaldo ka një bindje jashtëzakonisht të fortë, domethënë përpos që ka një zgjuarsi të madhe, që ka një inteligjencë të papar, por ka dhe një bindje që mund të jetë tepër i suksesshëm në këtë rrugtim. Unë mendoj që Stenaldo duhet pak tani nuk është se flas kundër, po flas realitetin. Duhet jetë falendërues sepse unë mendoj që përkujdesja ndaj tij bëhet në mënyrë shpirtërore, jo se si gjynaqar, po bëhet në mënyrë shpirtërore. Por Stenaldo ka bindjen e vet. Si vlerësoni ju debatin që Stenaldo kishte me Brikenën?